Rama shikues të nderuar të majtas jo djathtas, po jemi bashk edhe këtë hënë me një episod të ri. Sonte në studio e kam ftuar një prej këngëtarëve më të njohura në Kosovë. Gjithashtu e kyçur së fundi edhe në politikë, pra është deputete e Parlamentit të Kosovës. Me mua sonte për një bisedë gjithsesi të këndshme dhe jashtëzakonisht përmbajtësore. Në studio është Adelina Thaçi. Përshëndetje Shkodran. Përshëndetje, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, gjithmonë është kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua me ju pas. Faktikisht komendu me ju pas edhe më herët. Edhe komendu për shkak se jeni prej zërave që e mbaj mend prej femirisë. Domethënë ndoshta është pak klishe me thonë që jena arrit me këngët e tua, po kjo është për rastet të vërteta, kështu që kur rastet e vërteta janë edhe klishe, s'kemi çam ju bu. Po së fundi je ngarkuar edhe me një detyrë të re, po ma pak kena me fol për politikën, kena me fol ma shumë për pjesën e karrierës tonë si muzikante. Fillimisht faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për fjalët e bukura, sepse për një artist është jashtëzakonisht motivuese edhe shumë e këndshme me dëgju kur në këtë rast si ju që keni dëgju edhe keni përcjell këngët e mia edhe karrierën time. Në fakt, rrugtimi i karrierës time artistike ka fillu shumë herët. Domethënë qysh në moshë shumë të vogël, por pastaj në shkollën e mesme kam fillu pra në drejtimin e SL këndimit, ku pastaj aty e kam pa lidhjen time serioze me këngën, me muzikën, dhe më pas Akademia e Arteve, ku pastaj aty është formsu gjithë profesionalizmi, ideja edhe për karrierën time tutje. Pastaj pas akademisë kam vazhdu edhe me magjistraturën në Shkup, ku ajo pastaj ka vu kapakin gjithë shkollimit tim, që ka qenë një prej eksperiencave më të bukura. Ne lindim si artist, pra na fal Zoti me një talent, por sa mirë që ekziston pastaj shkollimi, ku ti vendos natyrisht me marr atë rrugë, për me e profesionalizu, me fuqizu dhe me mësu teknikën këtë rast të këndimit, ku kam pas fatin me të vërtet me pas edhe profesor të jashtëzakonshëm, edhe brenda vendit, do të thonë, po edhe jashtë vendit, ku kam marrë edhe eksperiencat ndryshme. Dhe pastaj natyrisht për gjatë shkollimit tim edhe rrugtimit tim, unë kam qenë angazhuar, apo më mirë them pjesëmarrëse e shumë festivaleve, edhe fituese e çmimeve. Edhe fituese e çmimeve, po të shumta, pastaj eventeve të ndryshme, kasetave të asaj kohe, ku në një farë forme ka qenë, po themi si një farë mjeti kryesor. Mjeti ose një farë dritare, ose një farë hapësire, ku ne punën tonë kemi paraqit aty. Pas luftës, pastaj fillun, natyrisht na kishim vetëm Radio Televizion e Kosovës në atë kohë. S'kishte që kishim, domethënë s'kishim dritare tjera ose televizione tjera. Edhe festivalet natyrisht. Aty kam qenë e koncentruar, sepse mendoj që festivalet janë vendi ku pikërisht një këngëtar zhvillohet. Pra ku e mod veten, sikur në sporte, kur janë në ring, domethënë ku ti aty pastaj e shpalos talentin tënd, krijimtarin tonë, që besa matesh edhe me se konkurenca gjithmonë është e mirë. Edhe pastaj kanë pasu festivale pas festivale, ku njëra prej festivaleve që du me përmend në një farë mënyrë që ka qenë qelsi suksesit, ka qenë Showfesti në atë kohë, në 2001-ën. Shumë i mirënjohur për kohën. Po,
ka qenë një festival i jashtëzakonshëm, edhe ku fitova vendin e parë dhe pastaj ai festival me të vërtet ka bo shumë buj. Kam qenë për 12 javë në top list, edhe thjesht pastaj kam pasu ofertat, pastaj festivalet të tjera, çmimet të tjera, ku me të vërtet kom pas fatin me punu me njerëz shumë të nivelit profesional, me integritet artistik, edhe jam krenare, që ka njerë mendoj që sot, nëse bojmë krahasimin, edhe pse sot kemi, si me thonë, hapësira ma shumë, e kushte ma shumë, e diversitet ma shumë, po në fakt, ka njerë po mendoj që po mungon ajo cilësia e teksteve e... Këna me dalë të kjo pjesë, e kom dërmen me të pyet pak edhe për këtë pjesë, po me qenë se i përmendet disa gjëra, nuk po du me i lanë me mik, edhe po du pak mu kap të kjo e fundit që the bashkëpunimet me njerëz që kam pas integritet dhe profesionalizëm. E moj men duket ke bashkëpunu shumë me Papingjin, me Kaqinarin. Jo, Papingjin e ndjerë, Alfred Kaqinari, kompozitori, kanë qenë shumë tek shkruas që kisha pas qef mi përmend. Dhe me thonë, tu fillu pra edhe njerë po e ri përsëris, Jorgo Papingji, Demir Gjergji, Piro Qako, pastaj Naime Beqiraj, me shpresën që ti kanë zdu me haru, ka qenë edhe Memli Krasniqi që kemi pas një duet. Pastaj po, sigurisht mundet me pas edhe shumë të tjerë, po për te këtyre bashkëpunimeve, edhe rrugtimi që... Avni Qaili. Po, një prej të tjerve. Dhe më thonë, se e kam edhe shumë mik edhe me dërtit, po ashtu ka qenë edhe mbështet si madhë, dhe më thonë... Kur e she krejt që të punë që e ke bo, edhe si muzikante profesioniste, qësh është ndjesia, sa zarë është tani me po, kur sot nuk ekziston që kja. Dhe më nësot nuk ka rëndësia bashkëpunan me një kompozitor, me një tek shkruas të mirë, sot ka rëndësi që ka dhezë. Edhe sa i dhem kjo një muzikante profesioniste për te asoj që tha që konkurenca është e mirë, po kjo mas një i te kalon pa kufit e konkurencës. Kjo mas një është kur dhezë diçka pavarësisht vlerave, së është më konkurencë. Po, është shumë e vërtet kjo shprehja tek ne me dhezë, përdorët në shumë sfera dhe o bo sikur pjesë e fjallorit tonë dhe normalitetit tonë përditshëm, që fare së më pëlqen. Asë mu. Sa do që mundet mu do të trit, kështu pak si që po thojnë, e kohës. Por kjo nuk shkon me dhezme, sepse këto dhezme të janë shumë jetë shkurt. E vërtet. Dhe qëllimi një artisti mendoj është që një krijem me pas një honë ma të largët. Në qoftë se kthehemi në kohët e mëparshme, ku artistat tonë njëra prej tyre, për shembull Nexhmije Pagarusha e ndjera, sot dhe asaj dite dëgjohet, analizohet për masterpiece, dhe më thonë, që ka këndu, ato masterpiece, apo po themi vepra madhështore që janë shkru prej alamet profesionistësh e kompozitor, pastaj tekstet e Rifat Kukës, për shembull. Shkrimtarit tonë të njohën që ka shkru tekstin e shumë tekstet të këngëve të Nexhmije Pagarushës, dhe kur e bëjmë krahasimin me sot, sa shkruhen tekstet me fjalë shumë përsëritse, që po e përmendin që po themi se po dhezin. Po. Unë e kuptoj se, do me thonë, në artistat natyrisht që duhet me hecë edhe me kohën. Po jo më u degradu. Por jo më u degradu teksti, më u degradu muzika, sepse nuk mendoj që tash po flas për veten. Asnjëherë nuk kam punu diçka për me mdhez, edhe me u dëgju vetëm sa për një sezon veror. Po gjithmonë e kom pas atë idenë që kënga jeme me ngel, dhe me thonë me bo një vend dikun në artin tonë, në kulturën tonë, sepse edhe gjithmonë
referencë për mu kanë qenë artistat me integritet, më fale, edhe që kam punu me profesionalizëm, sepse aty jam inspiru, jam motivu, edhe kjo ka qenë njëna prej pikave të mia, kështu ma të rëndësishme që më kanë ndjek hap pas hapin në karrierën time. Mendoj që ka jap rezultat krejt kjo, sepse jo rastisht këngët e tuaja dëgjohen. Gëzohem për këtë fakt. Po du me të pyet pak për ndikimin që kam pas artistat e tjerë të ti. Këtu po flas për gjatë këtë rrugtimit tënd. Këne ke pas pak si rol model kështu për gjatë ngritjes tone profesionale, ose nashta jo dhe model, po që e ke pas pak për qefi. Po, që jemi inspiru. Që je inspiru në një forma më tjetër, ose që edhe e ke dëgju ma shumë. Jo, kam dëgju, po kam stërn dëgju dhe vazhdoj. Me thonë drejten, po, kanë qenë 2 artiste, dhe me thonë, Nejmi Pagarusha edhe Whitney Houston. Sepse koncertin e parë, ku unë jom prezentu për herë të parë në skenë, kanë qenë po këto 2 këngëtare me 2 këngët e tyre. Pra, Baresha edhe I Will Always Love You, që janë konë 2 hite. Edhe mendoj që kanë qenë 2 artiste me integritet, edhe thjesht, e cika dhe ma herët që kanë qenë referencë, motiv, gjithë shka për mu. Edhe jom rrit, edhe vazhdoj ende me i dëgju me dëshirën më të madhe. Duke fillu prej anës interpretative, që kanë qenë shkëlqyshme, dhe me thonë, ambituzin e Nejmi Pagarushës edhe Whitney Houston, po flasim për këngëtare profesioniste, cilat kanë pas një mjeshtrin brenda interpretimit tyre, edhe këto kanë qenë ato 2 këngëtare. Natyrisht që ka edhe të tjera, për shembull ka qenë Celine Dion, që është ende Aretha Franklin, se kom prek për gjitha zhandreve, se gjithmonë ka tërhek ajo ana interpretative, dhe më thonë ajo fuqia zërit, njërën që kanë interpretu këngët, se gjatë shkollimit ti shkon tu avancu, pastaj fillojnë edhe analizat me ndryshu, kuptimin që ti je ma profesioniste, hyn ma thell analizës interpretimit ose të këngëve, etj. Pastaj edhe këngëtarët, do me thonë që janë sot të fillu prej ti përmendi këta trit, se s'pëm kujtohet, Jessie J për shembull, që është pashtu, se gjithmonë kanë lënë përshtypje fillimisht bamte unë kanë bo gjithmonë ato vokali tyre i fortë. Ka plot Shkodran, që s'pëm kujtohet për momentet që janë shumë aktive edhe thjesht inspirona, se natyrisht muzika ka hecë edhe ato janë sikur motiv për ne. Po, edhe evoluohen gjithmonë. Natyrisht. Cila këngë mendon që ti ka hap dyert kështu në publik? Se po do më nalë pak të... Shka. Pse? Qa ka pas veçantë ma shumë që ajo këngë? Se për ndryshe mu më pëlqen një këngë tjetër e jotë, ko me të pyet edhe për të, po... Kjo ka qenë qelsi suksesit. Në festivalin që përmenda ma herët në 2001 Showfest, ka qenë kënga Shko, me tekstin e Jorgo Papinqit dhe Alfred Kaçinarit. Është një këngë që në fakt ai lloj i muzikës nuk është interpretu najherë në Kosovë. Ka një, si me thonë, një frym të muzikës, si me thonë, evropiane pëquj. Edhe ana interpretative nuk ka qenë lehtë, njërën që ka ndërtu, po natyrisht kompozitorët e zot zakonisht e analizojnë fillimisht vokalin e një artisti, se si shtera parë që bashkëpunoja me Alfredin, po ishte edhe një këngë para asaj që kisha marrë pjesë për herë të parë në RTS, edhe ka një stil shumë unik, Alfred Kaçinari. Edhe pastaj teksti, pastaj edhe mënyrën që kam për natë kohën, 2001-ën, që kam prezentu edhe skenikisht, me një, se aty brenda këngës është një instrument
që quhet Big Pipes, ajo është një instrument sikur gajdia jon, por skotlandeze, Po. vetëm se është më e madhe dhe pastaj kam kërku se në atë kohë ishin edhe skotlandest pjesë e ushtrisë që ishin në atë kohë NATO në Kosovë, edhe e gjeta dikend për me ndihmu me gjetë një ushtar me atë veshën skotlandeze, me ato fustanat që shikan, edhe ai me knacin më të madhe pranoj, erdhe me atë veshën shumë unike, e mori instrumentin atë Big Pipesin edhe dolëm në skenë dhe ka qenë jashtëzakonisht diçka shumë e re për skenën tonë, edhe pastaj ai kulmi ishte që edhe e mora çmimin e parë. Nëse nuk gaboj se ka qenë edhe një antar i jurisë i huaj në atë kohë, nuk e dija ka qenë italian apo çka ka qenë, veç e di që mi ka pas dhënë pikë maksimale se për për 2001 me njerën pas luftës ka qenë një farë rrisie. E kjo ka qenë ajo kanga, dhe me thonë, si qelsi suksesit edhe një farë hapje dyerve për mu, për me vazhdu pastaj tutje me kangë të tjera dhe prezentime tjera. Për ndryshe më shumë të prej kangëve, tu janë pëlqen kanga që nashta publik njihet më shumë si Tana. Tanë, po. Po, titulli më duket ako Kur su pa më sy. Kur su pam në sy, po. Po. Tana pastaj është një histori tjetër, një stil tjetër, që është e shkrume prej Ilir Tolaj, pra edhe muzikën edhe tekstin, po shumë e vërtet, është kangë që më pëlqen jashtëzakonisht shumë, që e tregon një histori, se shpeshër më kam pyet, më s'ka të bëj me ty, po në fakt, zakonisht tekstet që i shkrujnë kompozitorët ose tekst shkruesit, motivohen diku. Edhe Iliri është motivu prej një ngjarjes në luftë, se Tana e pret të dashurin me u kthy prej luftës. Kështu që ajo ka qenë një prej këngëve që po ashtu është pëlqyer jashtëzakonisht shumë, sepse dhe është e knume tamam në gjuhën, po themi, ma shumë ka gegnishtja, se dhe tanë moj, Po. është tipike kështu geg. Edhe po, është shumë e vërtet që është edhe një prej këngëve që rënditë, dhe më thonë. Njëra që e interpreton e fantastike, po mendoj, sikur se edhe këtë tjerat, po tash një gjithmonë të lidh ma shumë. Artisti e ka për detyrë, sa herë kom hi në studio, interesant është shumë, është një farë fakt interesant se unë kur hy në studio dhe sot, kam qef me nqezu me të parën. Se si të fillon me mu përsërit, sikur nuk kam mundësi me dhonë maksimumin. Edhe gjithmonë jom përgadit, se i kom do teknikat mia ku unë e motivoj veten, dhe me thënë në mënyrë që me dhonë maksimumin për nga ana interpretative, kështu që edhe kjo ka ndodhur qashtu. Në momentin që e kemi përsërit një këngë, gjithmonë i kom thonë stop, po e lojmë një ditë tjetër. Se e njoh veten, i njoh pikat e mia mjaft mirë dhe kështu që edhe kjo ka qenë një prej këngëve që e ka një vend shumë të rëndësishëm në zemrën tem. E që ato po du me thonë që artisti e ka për detyrë thjesht me hi, sikur aktorët që hy në një rol, edhe ne me hy në këngë, në thellësinë e saj, me përvecu tekstin, sikur na ka ndodhur me të vërtet neve, në jetën tonë të përditshme, kështu që pastaj suksesi s'ka qysh më dhe mungu. Nuk mungon. Përmend e punën e festivaleve, tha që kam pas një dikim të rëndësishëm edhe në karrierën tënde. Unë mendoj që janë pjesë shumë e rëndësishme për çdo artist, po megjithatë ka pas një evoluim të tyre, disa janë shu, disa kanë ndryshuar ndër vite, disa janë të reja, sot ka shpesh ankesa për rrjedhjen e tyre, sidomos kur vjen puna te juria si gjithmonë. Sa ka pas ndryshim pikpamjen tënde si artiste?
Qysh ka qenë një festival më herët, qysh duket sot? Po ka shumë ndryshim edhe dallim prej kohës kur janë majt përpara edhe sot. Nëse flasim për akordet e Kosovës, për shembull, unë kam qenë e vogël, pse s'kam qenë pjesëmarrëse, po kam qenë si shikuese e rregullt. Edhe me që kam pasur dhe shoqet cilat kanë marrë pjesë, pastaj këta fal babit tim të ndjerë, që ka qenë, do me thonë, si humorist, pastaj kanë njoft kompozitorët edhe e di rrjedhojën se si është punu në atë kohë. Ka pas shumë cilësi dhe shumë kriter. Duke fillu prej tekstit, muzikës, aranjmanit, deri te interpretuesi. Në atë kohë nështë kushtet teknike, skenike, e shumë tjera kanë qenë ma të pak të nkrasi me sot, po themi. Por niveli, cilësia, profesionalizmi kanë qenë në kulm. Kurse me njerë pas luftës, me që akordet u pa të ndalu, natyrisht prej regjimit të asaj kohe, filloi shofesti. Shofesti i dha një farë shprese për festivale, jetës artistike, natyrisht. Edhe natyrisht kanë qenë festivali RTS-ja në Shqipëri, ku shumica këngëtarëve pastaj edhe atje merrnin pjesë, se nuk është që kishim shumë hapësira ku na me prezentu punën tonë dhe me marrë pjesë në për festivale. Edhe pastaj ka qenë edhe një festival kënga e pranverës, nëse nuk gaboj, ka qenë pashtu në Shqipni, që dhe ajo është Shrusi festival. Pra nuk ka pas festivale. Kurse sot, që kemi shumë a shumë kushte, shumë a shumë kushte teknike, artist, do me thonë, festivalet nuk ekzistojnë, përveç festivalit tani që Radio Televizioni Kosovës e rikthej, gjatë që është dash me qenë vazhdimësia e akordeve, edhe mendoj që edhe emri nuk është dash me undru, sepse nuk jemi një vend që nuk ka tradit festivaleve, e prezantimeve, do me thonë të, si me thonë, pjesëmarrës në për festivale dhe të koreve, ku profesorët tanë kanë qenë të shpërblyme me çmimet para në atë kohë në për ish Jugoslavi. Pra, nuk është që s'kemi tradit. Vetëm se në krahasim atëherë, unë mendoj që ende mungon cilësia. Po. Edhe në aspektin interpretativ të këngëtarëve, edhe të teksteve, edhe të... sepse ti në festival nuk mund është me shku me një këngë me dhezë. Po, që falem fillim. Po, pikërisht është vendi ku ti duhesh me nxjerr pa anën artistike. Po, krejt komponentat artistik me i shfaq aty. Kështu që gjithmonë ajo fjala, se edhe këtë fjalë e urrej shumë, me shpresën që. Vitet po shkojnë, larg asaj se me të vërtet kemi shumë interpret të mirë, edhe këngëtar me ambicie të mira, por që nuk po mjaftojnë. Nashta i dim problemet, nuk e dija, çështja ekonomike, apo këto me fitu pak ma shpejt, e tjerë, por që unë mendoj që se cili e vendos vetën ka po dënë me shku. Dikush me u marrë me artistikën, e dikush thjesht me bo ato që ka dhez. Unë menoj që mundet mu gjetë një mes, edhe thjesht unë e di që për shembull një krim artistik ne duhet ta prezentojmë në festival, unë e di që me këngë festivalit ne nuk mund të shkojmë në evente të ndryshme. Por megjithatë, mos me degradu deri në atë mas, ku pastaj se na kemi fillu
disi edhe me hup edhe identitetin e muzikës tonë. Po. Do të thonë, Se bashkëpata me të pyet për këtë pjesën e muzikës, që ka ndryshuar krejt hapësirën shqiptare, jo veç në Kosovë, edhe pikërisht është kjo humbja e një farë identitetit, sot nuk dihet çfarë përfaqësojmë. Është shumë e vërtet. Tani gjithkund botë kemi kualitetin edhe kuantitetin. Ajo s'diskutohet, do të thonë, mirë po në përfaqësimet tona, ku na mendojmë që duhet më përfaqësu në mënyrën më dinjitoze dhe me përfaqësu shtetin, unë mendoj që aty duhet me pas shumë kujdes. Çfarë shohim? Mos me hup identitetin, sepse unë mendoj që kemi një folklor të pasun, sa marrim një instrument të dikujt, mund ta marrim një def, një gajde apo një fyll, Po. që thjesht një qifteli që ta pasuron edhe kur është kënga moderne, ritmet e tjerë. Prandaj këtu duhet me pas shumë kujdes. Kurse për pjesën tjetër, ne natyrisht nuk kemi kërkush me ja ndalu kush se çfarë bën. Po të paktën kur jemi te përfaqësimi i shtetit, na nuk duhet me hup identitetin. Do thonë, duhet me qëndru aty tek rrënjët tona. Pajtohem. Adelin, në krejt këtë rrugtim, kom dëgju që në disa intervista ke përmend shumë mbështetjen e babait tuaj, i cili ka qenë një prej humorista më të njohur në krejt mbase historinë e Kosovës, e njëkohësisht në raste të tilla kur dy figura të ndryshme të suksesshme në dy dimensione të artit janë në një familje, është një mbështetje e ndërsjellët. Që shkon raporti jot me babain tënd, me Rasim Thashin, për te kësaj anës profesionale? Si me onda, ka qenë qaj humorist edhe në shpe? Babi ka qenë, fillimisht du me thonë, një prind i jashtëzakonshëm. Edhe jam shumë falenderuese edhe krenare që kam qenë bija e tij, sepse na ka mësu mas pari me dasht, me respektu, me qenë i ndershëm, me punu fort, me këqyr njerëzit njësoj. Edhe kjo, unë jam rrit në atë frym. Ka qenë i jashtëzakonisht i kujdesshëm. Kemi pas një relacion fantastik, babe bi, po edhe në relacion edhe me vllazërit. Unë mendoj që jemi shumë të lidhun. Edhe pse s'është babi në mesin ton, do me thonë, na jemi shumë të lidhun. Këtu du me shtu edhe rolin e nanës. Sepse zakonisht gratë e nanat, që thojnë atë fjalën popullore, janë shtyllat e shtëpisë. Po shpesh ja anashkalojmë për fat keq. Nuk duhet më anashkalu se, për shembull, babi ka pas një profesion ku një herë, eventualisht 2 herë në vit, ka pas udhëtime me nga 2-3 muaj ditë. Natyrisht, edhe kush është kujdes për ne? Nana. Në mënyrë që babi me mujt me e ba punën e vet, dhe mendoj që është një farë lloj, është një farë lloj, po është sakrificë. Sepse kemi qenë edhe ne si fëmijë në periudha të ndryshme. Edhe nuk është e lehtë. Unë mendoj që kanë qenë një tandem i mirë, burrë e gru, edhe thjesht këtë mirësinë edhe krejt gjanat më të bukura të jetës na i kanë dhënë si mësim. E kanë trashëguar. Është fat me pas babën edhe mbështets, dhe më thonë, një vajze, këtë raston, e pastaj edhe në profesionin cilën unë e kisha zgjedh, edhe që me kujdesin më të madh në një farë forme ma ka tregu rrugën, që është rrugë jashtëzakonisht e bukur, po dhe nuk është e lehtë. Edhe kështu që jam mundu maksimalisht me i marr edhe me i vazhdu tutje edhe të fëmijët e mi, virtytet e familjes tam.
jeni kanë kritik në raport me njëri tjetrin e herë se Shumë. përket punës juve, përkundër që dy fusha ndryshme, po mendoj që të dytë se keni përcjell njëri tjetrin edhe keni pas çka mi thonë. Po, shumë e vërtet. Përveç ne dy që kemi qenë kritik, ka qenë kritik edhe nana, si e treta. Dhe më thonë, në drejtim timin, edhe në drejtim të babit. Pa ato kritika, si me thonë, se shpesh herë, për shembull babi kur u përgatitke për një koncert ose për një event, gjithmonë hyshin dhomë bashkë me nanën, edhe se nana prej natyrës dhe e ka një farë humori, shtu shumë hollum. Natyrshëm, po. Edhe të natyrshëm. Ajo është infermiere nëse s'ka bëj. Po, infermiere. Edhe gjithmonë u konsultante me te. Dhe thonë, mënyrën që e interpretoj ke babi për shembull, pastaj e thëke, po, bëne qështu se atin e kam pas një farë Energjie, po. energji dhe një farë bashkëpunimi të mirë, kështu. Natyrisht edhe, po e zdam këshilla në kuptimin se si me qëndru në skenë, për shembull karshimeje, te veshja, se zakonisht te kanë kom pas jashtëzakonisht kujdes, thash edhe ma herët që kom pas fatin, që bashkë me babin kemi gjetë kompozitorët ku janë më të mirët. Edhe në atë aspekt nuk është që kom pas kushe disa kritika, sepse me të vërtet çdo gjë që kom marrë me shumë përgjegjësi, edhe kur s'm ka ardhur marrë me hezitu me thonë se di këtë ose se di atë, po kam kërku edhe kam punu derisa kom pa që është përfundu me sukses. Kështu që raporti ynë ka qenë shumë kështu i Shëndetshëm, mirë, i shëndetshëm, natyrisht gjithmonë edhe të mos mungu dhe kritika, sa ato janë edhe shumë të shëndetshme, sidomos kur vijnë prej familjarëve. E që kena pas raportet me kolegët e ti, sepse ai përveç se njihet si emër i përveshëm, njihet edhe për treshin, për sheshin, Po. sidomos afërsia me lecin. Po, shumë e vërtet, ne kemi qenë të lidhur familjarisht, ne kemi shku çdo pushim bashk, jemi rrit bashk. Edhe natyrisht që kemi pas një shoqni të jashtëzakonshme. Sepse mundi me marrë me mend në ato pushime çka ka ndodhur. Po këtë kur i Do me ke pas? thonë të qeshura pa fund, si me thonë momente interesante, qastit, kemi pas një relacion që ende ekziston ai relacion, pavarësisht që Agji Lecintjer nuk është, babis është Agji Sevdaje Qumili, dhe me thonë, është ende, kanë qenë kohëna të jashtëzakonshme. Parushme. Dhe me thonë që fëminia jam është rritë në një qasi atmosfere. Pra jom e rritun me humor, me dashni, me jetë me plot surpriza. Prandaj, shpesher me kalimin e kohës, gjatë rritjes time, se edhe rrethana ndryshojnë, edhe njerëzit ndryshojnë. Edhe gjithmonë babi më thonte, kur njerëzve mos ja u kthe me të njëjtën monedhë, veç se dush me pas kujdes, se në formën që she rriti, mos mendo që jashtë keme pas njëjtën, Po, si sidomos të bashkëpunimet, të puna, të kolegët. Edhe në fakt, po dhe ato janë përvoja. Se edhe më kanë rritë, edhe më kanë forcu, edhe mëson për. edhe jashtëzakonisht. Jeta është mësim, është mbi shkollën, mbi gjithçka. Ajo është shkollën vete. Për ndryshe, Cima ka po shumë role, po menej edhe kohë gjatë në skenë, po njoft për atë veshjen e ti karakteristike, ato pantollat, atë këmishe në kuqe. Kush ja ka ideu qatë, qësh me thonë qatë look, qatë veshje, a o kone ti, a ka ndiku pak edhe nana, a nej kolegë tjetër, Jo, në fakt se metet si imazh me qatë veshje. Gjithmoni, kur bisedojshë me babi në kohë, kur kishim kohë të lirë, dhe më thonë babi ka qenë jashtëzakonisht i lexuar. Dhe në fakt, jo vetëm Kosovë, po gjithkund nëpër botë, humoristat janë shumë inteligjent, Po, edhe janë
shumë të lexuar, sepse për me bë humor edhe me i vu temat të cilat shpesh herë dikush s'mundet me i thonë, ai ka thonë. Edhe në rrethana shumë të rrezikshme. Po. Që po du me dalë pastaj te veshja. Babi ka qenë një adhurues i filmave kauboj. Babi ka qenë adhurues i librave, kudo ku ka pas librat humorit njerëzve të mëdhenj nëpër botë. Babi ka qenë, në fakt, modën e ka mësu prej babit tem. Dhe veshja e babit ka qenë pikërisht prej babit. Gjithmonë u kon ma ekstravagant, edhe i ka pas do kombinimet hatashme. Për shembull, Sara u thonte në për turne, kur vinte me do këpuca shumë unike që Nuk i shije zakonisht. S'ke mund m'ja pa dikujt do një njeri kështu. Dhe aty ka qenë shumë unik. Jashtëzakonisht unik. Edhe gjithmonë thonte, se ti je vajzë e re po rritësh, këpucat, çantën, rripin, gjithmonë babës blej me kualitet. Thike se këto janë shumë me rëndësi, natyrisht edhe veshja, krejtë, unë isha e re, pa aty kom pas për krasin ma të madh. Sidomos kur kom fillu unë me dalë pastaj në skenë, ajo është, do me thonë, me pasion blinte gjanat, bukra, nëse tash jenë skene, ke nevoj. E aty kom pas për krasin. Kështu që edhe babi te veshja vet, do me thonë, ka qenë ai i cili, se në fillimet e karrierës babit ka qenë i veshje tjetër, po pastaj me kalimin e moshës, ato nuk i binin taman. Dhe pastaj i gjeti, kudo ku shkoj ke udhëtoj, ke blente asi copa. Ka qenë bile një bardhe zi, i pa ta bo, edhe unë i pa ta prej një parë komplete, po dhe ai i pa të bo një lek e tjerë, do më thonë me kocka, bardhe zi. Gjithmonë i ka pas qef këto kontrastet, po. Do kravata interesante, ku i gjente, as vet nuk e di. Kështu që o konë shumë, shumë, shumë unik. Bile shpesher e kritikojsha, bab, pse nuk pe tregon edhe këtë anën tane, dhe më thonë, që është shumë serioze, shumë e pasur. Po, absolut. Edhe ke, s'ka problem. Shumë ka qenë pri natyrës modest. Kur s'ka dasht me, si me thonë, para njerëzve, me u dallu që kjo është përmbita, në asnjë moment. Në asnjë moment. Atë modesti na ka... Jo ka mbjell, pa. Na ka mbjell edhe neve, që ndonjëherë edhe po të kushton, sepse gjithmonë njerëzit të pa modest e të kulturu, mendojmë që na jem budallë nuk dim. Nuk është ajo, po ajo është kultur. Po pastaj, me kalimin e kohës, njeri mësohet edhe tu pa tu bo. Më thënë se shpesher më zhdash nështa, po gjithmonë të ik fjalorit tran, ofendus, po është dash momente caktume me ju tregu që unë kam kultur. Se për ndryshe nuk është që s'didhon me ngrit zanin, apo. Po flasë për momente caktume gjatë gjithë punës që kemi bo dhe jetës edhe takimit me njerëz, ose e tjere. Por që në fundit, për me përmbyll, vërtet ka pas një autenticitet në vete, babi, dhe gjithmonë e ka rujt. Aty ku o një ma komod, ma mirë, gjithmonë aty ka qëndru. Që dhe mishë përmena veshjen, se po në edhe artist botëror, që shuhen me një lojt pamjes, që Chaplini, për shembull. E vërtet. Atë imazhin e vetë. Për që ta, thash, a ka qenë krejt produkti ti. Po përdo më të pyet edhe një dimenzion pa dosh shumë me jap konotacion tjetër bisedës, po na jemi mësu me para si më thashin gjithë buzëqeshur. Qoftë në rolet e ti, qoftë në intervista që i ka pas, ndryshe e ke pa temë. A ka pas moment kur i ka hu buzëqeshja edhe te ke po të mërzitur, ose në nëjë moment që u duku kështu i rënd, po themi kushtimisht në nëjë situate, po. Natyrisht, na jemi njerëz edhe në fakt, artistat edhe humoristat
atë shumë konsumohen për me i dhamë publikut atë buzëqeshje sa nuk mundi me imagjinu. Natyrisht që edhe babi për gjatë karrierës edhe punës së tij, natyrisht ka pas edhe shumë situata edhe të rrezikshme, edhe të rëndume, edhe Kur e ka pas një moment thymje, se e kuptoj që ade mund është brenda dite me të luhat humorit. Ka qenë rasti kur kemi ikë prej shtëpiave koha e luftës. Kemi pas një moment rreziku gjatë rrugës. Aty e kom pa një mobilizim ti si prind me na dhon neve forcë edhe mos me u frigu na, sikur Roberto Benigni e dini atë filmin me luftën, qysh komplet ja shëndron djalit ti si në formë të lojës, përmes me kuptu djali që me të vërtet O ka ndodh lufta. Ashtu ka vepru babin atë moment. Por momentin që kemi kalu rrezikun, si duket komplet ai mobilizimi e lshoj, për herë të parë në jetën time ja kom pa një lot. Se ka pas frikën për ne, se unë sot jom prind. Fare nuk lodhem, po gjindem unë në ai situatë rreziku, vish ti shpëtoj fëmijët e mi, me të vërtet prindit s'po i dhim, nuk i dhim atjeta për fëmijën. Tash e kuptoj. Natyrisht pastaj edhe ajo që e lam vendin, e lam shtëpinë, natyrisht nuk e kemi ditë se kur do t'jetë kthimi jonë mrapa. Aty e kom pa shumë të rëndum, pastaj ka pas edhe raste tjera ku si me thonë, për humorin e tij na është therr para derës shtëpisë. Pastaj, do me thonë, kemi kalu shumë situata jo të këndshme, sepse njerëzit zakonisht gjithmonë mendojnë, ju të skenës, ju veç dilni knani, bëni humor, ju knaqeni. Po i vetmi arti si profesion është më i guximshëm menoj edhe se një politikan. E vërtet. Edhe shpesher me mand dikim. Edhe zakonisht edhe me mand dikim, edhe besoni që kauzat si në krejt botën, jo veç tek ne, do më thonë janë shty prej artistëve ma eminent. Kanë thy që besa bariera e akujsh e tjere që nështë tani politikanë sot nuk mundet me pa. Mirë që dole të politika, je ky zhvo në politik, po me gjithat bujshem kisha me thonë, sepse pas aderimit në LDK, me brenda një kohë shumë shkurt je bo deputete, po të thëmë edhe tra që kom thonë edhe disa herë pa ju pas prezent, kështu që pëndina e lërshëm, jam shumë i gëzum për juve që jeni në parlament, për shkak të lërsimi që e kam, edhe për shkak të ngjyrës tre që e jap kuvendit, energjisë tre. Jo vetëm ti, edhe disa kolegë t'juj në gjitha partit, mendoj që kësi njerëz i duan kuvendit, po më intereson me ful pak sa ke i vështirë ka përcimin, do nëse edhe bashkëshorti juaj, Bardhel Meta, është që një kohën politik, ke mujt me pa të kaj pak një pjesë të politikës, po për ty si përvoj direkte, sa ke problematik që ka përcim? Natyrisht, me këqyr për një aspekti me që në vi për një fushë ku jam rrit me publikun edhe me qytetarin. Nuk janë të huja ata për ty? Po, e kisha qujt një farë vazhdimësie të natyrshëm këtë kyqëntimin politike. Po në qofse e këqyrëm në anën tjetër, nuk ka qenë vendimi i lehtë. Për shkak se i kisha ato frikat e mia, dilemat e mia, se qysh kanë me prit njerëzit, por që në anën tjetër e kom një shumë të nevojshme. Pikërisht për shkak të gjendjes politike, për shkak të mendësive, për shkak që ka nevojë ky vend për njerëz që japin shpresë, që japin një diskurs publik tjetër, njerëz të profesionistë fushave të caktume, edhe
kisha dëshirë me dhonë edhe në aspektin tjetër, edhe për këtij pozicioni deputetës një kontribut timin. Që shpesh herë aty këtu po i dëgjoj disa kur po thonë, ju artistat, çka dini, ju veç kapni mikrofonin. Këto fjalë tona që prej karikës flasin lirshëm, në fakt, po t'ja jepsh atë pozicion, më duket kish vrapu sprint. Absolut. Se nuk është bash lehtë ashtu që e mendojnë njerëzit. Nështë edhe unë dikur kam paragjiku pa dashje, edhe burrin tim Bardhyllin e kam kuptu deri diku, po ti pa e provu nuk mundesh me fol për diçka. Dhe nuk është që jam zgjedh deputetin Rrethana Bashtleta, që e bisedum edhe ma herët. As pak. Në asnjë moment. Bile në Rrethanën më të vështirë e zgjedh. Po, shumë është e vërtet. Pa kuotë, pa asgjë. Po. Por kjo më ka gëzu pa mas Shkodran. Aty kam pa vlerësi, edhe një herë një vlerësim prej qytetarit Kosovës, prej publikut. Do me thonë se gjithmonë prej modestisë e thëmë pas na bo diqka. Edhe kam qenë jashtëzakonisht e vlerësume, edhe e gëzume, edhe e kënaqur për faktin që ma kam besu votën, sepse ajo është shumë e rëndësishme. Kur tham të mendësia, ne si deputet tri, po themi, që kemi hy, po tentojmë edhe po du me ndryshu pak mentalitetin e politikës tonë në situatën ku jemi. Sepse ma shumë po e hargjojmë energjin e po e drejtojmë energjin ka shamjet personale, se sa që po miremi me fenomenin ose me situatën, me çështjet e prekshme reale, shumë mirë ta. Prandaj, edhe prej kësaj pjese, në thonë komu mundu, se kam thonë disa herë, me prek natyrisht edhe me dhënë kontributin tim për kulturën, po natyrisht edhe për arsimin, se me që jam edhe tashmë 23-4 vite më simdhënëse, po edhe për mirëqenjen sociale, që është shumë e rëndësishme. Për ato kategoritë cilat kanë shumë pak përkrahje. Andaj do të bëj çmas natyrisht, sepse nuk është që edhe ne kemi shkopin magjik, mirë po tu bashkëpunu, se unë disi edhe natyre kam shumë edhe atë pjesën e zhvilluar në kuptimin që kam dëshirë me punu shumë edhe me bashkëpunu, edhe mënyrë ekipore. Edhe mendoj që duhet me lëm pak anash i natet, sidomos kur janë temat e rëndësishme për vendin tonë. Sidomos për prekë qytetarin mbi gjitha. Absolut. Sepse aty nuk kemi shku me mendu vetëm për, si me thonë, për populizmin, për fushatën, për temat që hase mos vëm del na i vot. Unë nuk e kam atë mendësi. E kum vërejtë nga fjalimi. Në asnjë moment, nuk muj me dalë për vetës dhe s'du me dalë për vetës, nuk du me qëndru kja Adelin. Se cili e ka natyrën e vetë, se cili e ka natyrën edhe të bërit fushat, edhe të ngritjet çështjeve që folshim ma herët, për gjithçka. Edhe njerëzit ndojnë për këta që jam. Jo për atë që unë, sepse prandaj po du me thënë që unë kam me vazhdu me këtë intenzitet, edhe se shpeshere edhe kur për një që thash dhe ma herët, çka din ju artistat, keni hyrë deputet, po më thujti mu as kryeministri, as presidenti, as një deputet nuk kanë hi me përvoj aty, apo jo? Absolutisht. Se cili ka fillu prej zeros, po kanë ardhur prej fushave të ndryshme. Fatkeqësia më e madhe është për shumë persona e deputet që s'kan as profesione. Mirë po, edhe ata që s'kan profesione, disa, se s'po do mi shti krejt në një, janë të devotshëm. S'kan profesion, po janë të devotshëm. Kanë hy prej fillimit me deputet, kanë shty kauza, kanë bë punën e tyre. Por disa, me të vërtet, më thonë se në fundit unë nuk e shoh Adelinën që ka me u pensionun politik ose si deputete. Se unë kam edhe profesionin tim që
Në asnjë moment nuk mendoj me heq dorë për asaj pune. Edhe që ke qenë shumë e suksesshme për fat mirë. Edhe faleminderit, e vlerësoj jashtëmase. Kështu që thjesht duhet me undru mendësia, sepse jemi në një atmosferë shumë tranë për qytetarin e Kosovës. Vërtet. Në me thonë ku këto politika ditore dhe për gjithë shka që ka flasim edhe ku do ku ulemi ose takojme familjar miq, shtrejtësia madhe, energjia, arsimi për toke, gjatë që une nuk jam, si Adelin nuk prina me thonë kur gjë nuk është bo në këtë vend. Nga bema jo me thonë. Dhe me thonë, se është ba, natyrisht që është ba. Mirë po në qofë se ja dojmë të mirë në shtetë, sidomos në to krizat globale, që na jemi të vetëdijshëm. Por dhe të krizat globale, vendet e zhvillume e shfaqen një farë pako mbështetse për qytetarin. Dhe i marrë do masa mbrojtse. Kështu që menoj që kemi hala nevoj me fut edhe energji të reja, se nuk është kur ball, edhe thjesht me hec përpara, sepse vendet e rajonit nuk është që kanë ngecë kështu si ne. E vërtet. Dhe ti kom po edhe emisionet që ke pasë në prag të fushatës, gjatë fushatës, ti kom po edhe reagimet tash së fundi për çështje ndryshme, edhe fjalime në kuvend që i kem bojë disa, këtë kanë qenë pangarkume kështu, tamam që kjo qasja që po e promovon, megjithatë këtu të na shpeshherë ky përcaktimi politik, apo thënë me mirë partijak, merret gati si me ndru nacionalitet, si me ndru fe. Apo edhe kjo gabim i madh, për çdo po të më pyet ç'është kam prit në kuvend, a kish kësi deputet partive tjera që të ishin, unë të kom desh shumë si këngëtare, po ke gabu që ke shkun LDK, ose që sidhen me ty si kuadro i rej, qoftë në LDK, po qoftë edhe si deputete e rejat. Me thonë drejtën në Shkodran, unë e kam një natyrë që e tham prej rënjve, kur fillum të familja. Po. Pavarësisht ku shke, qasja është shumë e rëndësishme. Qasja ndaj njeriut. Me respekt, me dashni. Është diçka tjetër ku ne nuk pajtohemi në mendimet e tyre, apo në atë se çka punojnë, por ka pas raste edhe në Facebook kur më kanë shkru, për shembull, të kemi dash si këngëtare, po nështë asë është dasht me hy në politik, po me fjalor të përzgjedhur. Po që normale pak, po. Do me thonë, kurse sa i përket kuvendit edhe partive, për shembull në partinë time, ku jam, do me thonë sinqerisht, jam prit jashtëzakonisht mirë. Përderisa dhe ma kanë bo ftesën, nuk mendoj që më kanë ftu edhe pastaj me më luftu ose mës me më respektu ose thjesht edhe kemi një atmosferë të jashtëzakonshme sepse jemi krejt ngjyrat e ylberit, secili në fushën e vet, jemi, domethënë, të dëshmuar. E ndihmojmë njëri tjetrin për çka do që kemi nevojë, për shembull nëse do të më duhej mua në aspektin ekonomik ose të financave, çka do tjetër, pra janë shumë të lehtë me bashkëpunu edhe afrojnë ndihmën. Po. Sa i përket kuvendit, tani na njihemi edhe para se me hy ata në ato partitë politike. Qofshin ata këngëtar, artist, apo edhe të fushave tjera. Unë menoj që e gëzoj një respekt. Edhe prej tyre. Edhe prej tyre. Po më gëzon kë fakt. Sikurse pavarësisht që s'kom qenë shpesh herë me politikat, me statuset, me mendimet e tyre s'kam qenë e pajtimit, po në fundit jemi njerëz, edhe kritikat kur i bëjmë, edhe kur shpalosim programe tona, na duhet me shumë kulturë. E kjo të na mungon. Dhe shumë kisha pas dëshirë, unë e di që e vetë me smundem, por ju kisha bo apel. Ne nuk jemi hasë me njani tjetrin, ne duhet me evidentu problemet që po na mundohen, edhe me u fokusu të ato, edhe thjesht me punu. Po jo se unë shpesh e resha qysh i kapin ato momente kështu,
për fushata. Vërtet. Tani nështë unë jam gabim, Shkodran, po mu nuk më pëlqen ajo. Do të thonë, ku do që shkoj, në qoftë se ngris një tema, po komisionat, çka do qoftë? Unë jam e thellume qysh me e arrit një bashkëpunim që me hecat punë. E vërtet. Kështu që kjo është natyra jam, edhe nuk besoj që kam e ndryshu. Ma para e la, se sa që e tjetërsoj Adelinën. Me shumë të drejtë, se na gjithë flasim për bashkimin, unitetin, po nuk e përfillem. Jo, në si momentat. Kjo përvjeturi Sali Qekajt edhe në mënyrë shumë të bukur djali i tij Hyseni e tha në një farforme si amanet të babait të tij edhe të krejtdëshmorëve që ti dinë që me kon bashkë në momentet saktume. Edhe vjen mirë kur ka përfaqësues të popullit që e ndjekin qatë shambull. Po, shumë e vërtet. Unë isha aty dje edhe me thonë drejtën më preku shumë fjalimi i tij edhe zonjën Qekaj që ishte me vajzat aty, që shkova, do më thonë, me i përshëndet edhe se një farforme ne ju kemi shumë barq atyre, që na sot e gëzojmë lirin. E kemi përshtypjen dyqysh sikur ne kam pas për detyrë. Jo. Na do të me dëshmu që me të vërtet di me majtë shtetin, që po punojmë për shtetin, për qytetarët e Kosovës, në fundit dhe na jemi pjesë. Se shpesh se ju deputetet, ju në kuvend, thuti kuvendi, do me thonë, apo kupton neve nuk na prek as shiu, as breshri, as to problemet e përditshme. Edhe për neve është shtëriti e madhe. Edhe për ne janë problemet e arsimit. Unë dy vajzat i shkolloj në shkollë publike. Kontrollohem në spitalet shtetënore. Do me thonë, nuk është se nuk na prek. Ne jemi aty për me ngrit zanin ati që nuk mundet me ngrit. Në këtë rast qytetarve. Prandaj, du të milon këto muhabetet cilat me të vërtet vetëm po na hasmojnë. Dhe sprodhojnë kërgjët mirë. Në asnjë moment. Kështu që ne ja u kemi shumë bashkë ty në familjeve, sepse ne në fakt nuk e dim në për çka kanë kalu ata njerëz. Për shembull, zonja Qekaj i ka rit e vetë me ata fëmijë. Do të larë Kosovës. A e dim ne në çfarë sfida ka kalu? Jo. Pastaj familja e Agim Ramadanit të Ndjerit, që ka qenë edhe shoki i burrit tim. Sepse dhe aty ishte zonja Shukrie Ramadani, një grua jashtëzakonshme. Pra, a i dim na sfidat e tyre, që flasim kështu pa mendu shpesher. Unë veç du me thonë, lavdi për ata që kanë ra, Zoti ja u bekov familjet, dhe përjetësisht jam për ullëm për atyre familjeve, që me të vërtet sot e gëzoj unë lirin, familja ime, edhe nga një herën vjen keq që nuk e di apo ju dalim hakesh. E për mi ju dal hakesh, më besoni, jam e sigurt që po t'jemi na matë përbashkum, e t'i lajmë do inate, edhe thjesht të punojmë për vendin ton drejt e mirë, ata nuk kishin dasht diçka ma shumë. Më thënë kjo menoj është kryesorja. Edhe to fjalët e këtyne kojshive tonë, që s'po dua s'mja u përmenë, se i kom thonë edhe një emision, se ti e njeri këti, se ti e njeri këti, se ti e njeri këti. Hajde, punojmë, shpalosni, si me thonë, punën e juj, na punën tomë, e gjejmë një farë dakordimi, po nuk më pëlqen edhe kjo qasja ti kemi krejt ne, për shembull në këtë rast pozita. Se pozita nuk mundet pa opozitën, edhe opozita nuk mundet pa pozitën. Normalisht. Pra na duhet me gjithë një bashkëpunim, me bëj një farë balanci. Që folëm ma herë se s'po duam krejt këtë muhabet kaq natyrshëm, kaq bukur që e zhvillum, sepse me të vërtet jemi konsumu edhe jemi lodh prej politikave të përditshme, por që duhet bre atë buk me da pak në disa vende.
në mënyrë që me pas këtë farë balanci. Se jemi për faqe të zezë, shpesher në vjen mare kur na shiqojnë në kuvend, me thonë, sepse shpesher edhe para gjykohet, dhe sidomos opozita sulmohet jashtëzakonisht shumë, që është në krahasim me pozitën ka shumë ma pak numra, Po. por që do të me mendu fillimisht pozitivisht, me dasht, edhe natyrisht që zgjidhet pastaj janë më të lehta. Dhe me çdo mesazhe kisha dash me përfundu këtë bisedë që na ka zgjatur dikon besoj rreth 1 orë, edhe ke zakonisht të këndshme me mu si që presja. Po nuk është lehtë me dasht. Tha më herët që Jo. është një farë ranie aty që buron për familjes, për shkollimit për krejt. Po Shumë e vjen shumë mirë që përfaqësoni diçka kogja më ndryshe se sa shohim në politikë, se pjesën e artit e falem fillim, edhe të falenderoj shumë që ke sot. Shkodran, shumë faleminderit, për mua është gjithmonë kënaqësi, sepse edhe ju jeni një dritare e rëndësishme për neve, edhe si këngëtar, edhe tash si deputete, për me dhanë mesazhe të qarta, mesazhe dashnije, të punës, të forcës, të përbashkimit, në mënyrë që këto me ja u përqu qytetarve, e më ja u dhoni një farë shprese. Kështu që të falenderoj shumë. Kënaqësi si gjithmonë. Shikues të nderuar, me kaq që përfundoi Majtas së djathtas person të bashkë do të shihemi të hënën tjetër, deri atëherë mirëmbëjtje.